Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në baza mujore në Kosovë raportohen vdekjet në ambientet e punës, mungesa e masave të sigurisë në punë dhe abuzimet më të drejtat e punëtorëve në vazhdimsi janë shndruar në arsye për tragjedi për punëtorët në Kosovë, veçanërisht atyre të ndërtimit. Në muajt e fundit, Inspektorati i Punës konstatoi që në mbi 200 biznese të ndërtimit, rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë nuk u zbatuan, ndërsa për këto shkelje bizneset u mbyllën. Një raport i fundit i BIRN ka konstatuar se për situatat e tilla prokuroria e shtetit nuk ftohet nga inspektorët për të shikuar vendin e ngjarjes. Por në ndërkohë, prokuroria është thirrur sërish në një fatkeqësi. Në Prizren, një 26 vjeçar vdiq pas lëndimeve që ka marrur në vendin e tij të punës, derisa ishte duke punuar në një kantier ndërtimi në qytetin e Prizrenit. Aksidenti tragjik ka ndodhur mëngjesin e datës 22 qershor, pra 5 ditë më parë. Vdekja e këtij të riu në Prizren është e fundit nga 10 vdekje tjera të ndodhura viteve të fundit, po ashtu në vendet e punës e pikërisht gjatë ndërtimeve të objekteve shumëkatëshe. Mëngjesin e datës 22 qershor 2026, policia e prokuroria në Prizren u alarmuan për lëndimin e një 26 vjeçari në vendin e tij të punës. Deklarimet fillestare ishin se punëtori u godit nga një pjesë e një makinerie betoni. Në vendin e ngjarjes bashkë me policinë dhe prokurorin e rastit dalin edhe ekipe tjera hetimore. Ekipet mjekësore në një ambulancë të këtij qyteti konstatojnë vdekjen e të riut i cili kishte marrë lëndime në vendin e tij të punës, gjatë kohës që po punonte në ndërtimin e një objekti shumëkatësh. Në momentin tragjik, punëtori ishte duke punuar bashkë me disa kolegë të tij në shtrimin e një pllake betoni në oborrin e ndërtesës. Objekti ishte i pajisur me kamerat e sigurisë dhe nga ato shihet e tërë ngjarja e momentit tragjik. Një makineri betoni po bëhej gati për shkarkimin e ngarkesës së betonit. Pasi pllaka ishte me përmasa të gjëra, shkarkimi i betonit duhet të bëhet me anë të pompës, e cila e dërgon betonin në hapësira të larta e të thella. 26 vjeçari ishte bashkë me disa kolegë të tij të punës, dhe në momentin kur gypi i pompës së betonit afrohet afër pllakës dhe fillon shkarkimin e betonit për mbushjen e pllakës, 26 vjeçari afrohet afër gypit. Bashkë me betonin në tokë bie edhe pjesa e hekurit të pompës së betonit, që e godet atë, duke u bërë fatale për punëtorin. Pas janë marrë masat e nevojshme dhe janë dhënë udhëzimet për ekipet hetimore, prokurori i rastit Lutfi Morina kthehet në zyrën e tij në prokurorinë e Prizrenit dhe fillon lëshimin e autorizimeve të para. Heqja e pamjeve nga kamerat e sigurisë të momentit të ngjarjes, e po ashtu autorizon policinë që pamjet e kamerave të sigurisë të merren që nga fillimi i punës atë ditë, për me pas më të qartë edhe ambientin e punës para aksidentit, e po ashtu respektimin e rregullave dhe shëndetit në punë. Qëshin ftu sot për aksidentin që ka ndodhur? Si prokurori i rastit mund t'ju informoj se sot rreth orës 8 në vend punishtën e një kompanie e cila është duke bërë ndërtim të lartë në rrugën Ismail Qemaili ka pasur një aksident në vendin e punës nga një punëtor dhe i cili ka pësuar me fatalitet, ka humbur jetën. Në rastin konkret janë bërë të gjitha hetimet në ndërlidhje me sigurimin e prova nga vendi i ngjarjes, duke dalur krim teknika, IML-ja dhe të gjitha organet tjera ligjzbatuese, e që më pas e njëjta kemi lëshuar edhe vendimin për të bërë obduksionin viktimës, e po ashtu kemi siguruar edhe videonjëzime, edhe dëshmitar dhe gjithçka në mënyrë që sa më të plot të kuptojmë rrethonat dhe mënyrën si ka ardhur te humbja e jetës nga ana e viktimës. Ndër autorizimet e para është edhe arrestimi i një personi në vend punishte ku ka ndodhur rasti. Personi i arrestuar dërgohet në mbajtje për 48 orë. Prokurori këtë kohë do të shfrytëzojë në hetimin e të gjitha rrethanave që dërguan në shkaktimin e aksidentit fatal. Në vend ngjarjes a keni gjetë provat mjaftueshme që ju ndihmojnë për hetimin e mëtutjeshëm? Si fillim, duke pasur parasysh se vend punishtja ka qenë mbuluar me kamerat e sigurisë, dhe nga ana e kamerës sigurisë kemi ardhur deri te një dyshim fillestar lidhur me përgjegjësinë penale të një personi, andaj edhe unë kam marrë një vendim për ndalimin e tij fillimisht për 48 orë dhe më pas do të shohim pas plotësimit të gjitha shkresave me anë të cilave ne do t'i analizojmë dhe do të vendosim për më tutje si do të trajtojmë. Dhe nëse në vazhdën e hetimeve do të hasim në ndonjë provë që dëshmon për përgjegjësinë penale edhe të personave tjerë, patjetër që
Dhe ata do të gjenden përgjegjës për një vepër të tillë penale. Ky ndalumi është pronari i kompanisë, është person që u marr direkt me mbikëqyrjen e personave tjera aty në punishte, nëse mundesh veç më na i dhon pak detaje. Po tash, si informacion fillestar kemi që në rastin konkret ka ndodhur nga ana një makine e cila ka bartur beton dhe ka qenë duke bërë shpërndarja e betonit me anë të një krani ose një pajisje të ndërtimit dhe gjatë punimit që janë bërë aty, vërehet që një punëtor lëndohet nga ajo pajisje që bie, e që në rastin konkret kemi një person i cili sipas informata fillestare ka qenë përgjegjës për në mënyrë të vendoset sa më sigurt që të mos vihet deri te një aksident i tillë. Këto janë momentalisht arsyet fillestare për cilën edhe ne kemi marrë një vendim për ndalimin e tij deri në zbulimin e rrethonave plotësisht të ngjarjes. Vdekja 26 vjeçarit ka ndodhur në prezencën e dëshmitarëve, andaj prokurori ka autorizuar policinë që t'i intervistojë të gjithë personat që ishin prezent në momentin e aksidentit. Çka tjetër jeni të punu prokuror në këtë rast tash tu marr parasysh që sapo veç jeni kthy prej terenit? Tash duke marrë parasysh që rasti ka vazhduar hetuesit, të cilët janë duke punuar me urdhër të prokurorit, patjetër që janë duke të marrë të gjitha veprimet, në rastin konkret momentalisht janë duke u marrë dëshmitë e dëshmitarëve që kanë qenë në vendin e ngjarjes, janë duke u marrë videoingjizimet nga DVR-i i kompanisë e cila kanë qenë duke punuar punëtori, po ashtu të gjitha informata tjera relevante të cilat na ndihmojnë neve në këtë rast që në mënyrë sa më përmbledhëse të kuptojmë rrethonat, arsyet dhe përgjegjësit për një ndodhi të tillë fatale fatkeqësisht. Pas intervistimit të dëshmitarëve dhe shiqimit të pamjeve të kamerave e po ashtu hetimin e rrethanave tjera rreth ngjarjes, prokurori ka 48 orë afat për me paraqit para gjykatës kërkesën për masën e paraburgimit për të ndaluarin. Prokurori ju pas keni ndaluar një person, a keni me bë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tij? Po tash fillimisht ne kemi ndaluar për 48 orë dhe gjatë periudhës brenda të cilës neve na lejohet të analizojmë të gjithë rastin para se të bëjmë një kërkesë. Ne do të shohim çdo detaj të rastit, do të informojmë për çdo gjë, duke parë që në vendin e ngjarjes kemi pas shumë dëshmitar, kemi videoingjizime, të gjitha do t'i analizojmë një nga një dhe pastaj do të marrim një vendim nëse në rastin konkret përgjegjësia e tillë e të ndaluarit me të vërtet duhet të bëjmë kërkesë apo të vazhdojmë me ndonjë masë më të butë se paraburgimi. Hetimet e këtyre rasteve janë sfiduese për prokurorin pasi në shumicën e rasteve ku ka aksidente me lëndime, i lënduari me njëherë merret nga kolegët e tij dhe dërgohet për ndihmë mjekësore. Atje njoftohet policia e cila bën një raport rreth aksidentit dhe e dërgon në prokurori. Në rastet e veprës së tillë penale, me të vërtet ka probleme si vepër penale në hetim për shkak se sidomos në raste kur ka vetëm lëndime, jo humbje edhe të jetës, sepse në gjitha rastet kur ka humbje të jetës edhe prokuroria është angazhuar direkt në vendin e ngjarjes, por kemi shumë raste kur kemi lëndime në vendet të punës dhe ato raste ata me urgjencë marrin viktimën dhe dërgojnë në spital dhe pastaj çdo provë, çdo gjë është pak më vështirë të sigurohet, por megjithatë në shumicën e rasteve deri më tani me anë kemi vërtetuar sakt dhe kemi ardhur deri në përfundime shumë të sakta të mënyrës aksidenteve të ndodhura për shkak edhe të daljes në terren të inspektorëve të punës të cilët përpilojnë një raport të shpejtë edhe po ashtu të zyrtarëve policor, forenzikës, të cilët me të vërtet bëjnë punë të madhe për të siguruar provat fillestare dhe shumë të rëndësishme se si ka ardhur deri te një aksident në vendin e punës, e sidomos duke na bërë me dije inspektorati i punës se nëse personat juridik kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura në sigurimin e punëtorëve dhe shëndetit të tyre në vendin e punës. Në prokurorinë e Prizrenit në vitin 2025 janë të regjistruar 40 raste të aksidenteve në punë, ndërsa në vitin 2026 rasti i të riut 26 vjeçar është i pesti i regjistruar në prokurori. Po tash vetëm duke marrë parasysh që si vepër e tillë e hasim shpesh edhe vetë nëpër media dhe sidomos gjatë
kohës së verës më shumë të shpeshtohen, po në Prokurinë Themelore në Prizren, vetëm gjatë vitit 2025 kemi pasur rreth 40 raste të pranuara, dhe të cilat më pas janë trajtuar dhe është ngritur akt akuzë ndaj tyre në rastet ku kemi gjetur përgjegjës, edhe personat përgjegjës, edhe personat juridik. Se në rastin konkret, kur nëse shtjellojmë më shumë si lloj veprës penale dhe mënyra se si punëdhënësit ose personat juridike shohin sikur ne kemi siguruar kapelat, edhe ne kemi siguruar disa masa mbrojtëse, po ata nuk po i përdorin në rastet konkrete edhe në vendime të gjykatave dhe më të larta, vrehet se personat juridik gjithsesi duhet të gjenden përgjegjës në çdo rast kur ata nuk kanë vendosur persona përgjegjës brenda një vend punishte, ku ata nuk duhet të lejojnë punëtorët të veprojnë kryen veti si të dojnë ata. Sepse jo çdo punëtor është i vëdijshëm për rrezikun që e pret. Po një punëtor, një kryepunëtor, një përgjegjës i vend punishtes, i cili ka përvojë në këtë punë dhe përgjegjësi dhe e kupton rrezikun, ai gjithsesi do të jetë i përgjegjshëm që të ndalojë punëtorët të mos bëjnë veprime të caktuara të cilat do të vinë tjetër. Prandaj, duke pasur parasysh këtë, ata mbeten përgjegjës për lëndimet që ndodhin brenda vendit të punës, nëse nuk i kanë respektuar rregullat që dalin nga ligji i punës, nga ligji për mbrojtjen e punëtorëve në vendin e punës dhe shëndetin e tyre. Këtë vit, a kemi trend më të vogël të lëndimeve në punë? Po, duket sikur këtë vit është një trend më i vogël, duke pas parasysh që deri më tani gjatë vitit 2026 kemi rreth 5 raste do të thënë të ndodhura, me rastin e sodit 5. Andaj edhe mund të themi që ka raste, po jo shumë të mëdha, po kemi edhe disa raste që na kanë ardhur jo ashtu si kallëzim penal, po për shkak që punëdhënësi dhe inspektorati i punë punëdhënësi i ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij ndaj punëtorëve dhe inspektorati i punës nuk ka gjetur asnjë shkelje, atëherë rastet të tilla vijnë për shkak të lëndimeve të vogla dhe jo shumë. Na vinë si raste jo si kallëzime penale, po si raste për të vlerësuar, e të njëjtat pastaj pas vlerësimit të prokurorit mund të vendosë që me të vërtetë në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me ndonjë përgjegjësi penale të ndonjë personi brenda fabrikës ose vendit të punës, por ka qenë duke pasur të gjitha masat mbrojtëse, të gatshme, të mundshme dhe njoftimet e duhura në pajisjet ku punojnë punëtorët dhe me gjithë mos respektimin e tyre, punëtori ka bërë veprim të pa përgjegjshëm, atëherë ne me vërtet i lirojmë nga çfarë dobëshesie që pretendohet ndaj tyre. Të dhënat nga Prokuroria e Shtetit tregojnë për një situatë shumë shqetësuese. Në shumicën e këtyre rasteve punëtorët nuk i bashkohen ndjekjes penale ndaj punëdhënësit. Edhe pse ata deklarojnë se kanë qenë fajtor vetë dhe nuk i kanë respektuar rregullat e shëndetit në punë, prokuroria aty ku gjen elemente procedon me akt akuzë. Kjo situatë ndihmon pronarëve të kompanive të dalin me dënime më të ulta. Në këto vepra penale, për ato që unë kam mundur deri më tani të trajtoj, kam parë që shumica e punëtorëve, për mos më të them të gjithë, në prokurori, në prezencë time, kanë pranuar se ata vetë kanë qenë të pakujdesshëm gjatë punës dhe punëdhënësi pas aksidentit është kujdesur për të gjitha shpenzimet dhe në aspektin moral dhe material për të gjitha është kujdesur, andaj edhe ata duke ndier një, si të them, duke ndier një detyrim ndaj tyre për angazhimin që kanë bërë, ata gjithmonë tërhiqen edhe nga ndjekja penale, nuk qëndrojnë ndjekjes penale dhe nuk kërkojnë dëmshpërblim. Megjithatë, duke marrë parasysh se kodi penal është parashe neni 358 si nën blanket i cili thirret në ligjet që rregullojnë ndërtimin në këtë rast, ose vendin e punës, duke pas parasysh se ato i rregullojnë formën se çysh një punëdhënës është i detyruar të organizojë punën e tij në një vend punishte, ose në një fabrikë, ose kudo qoftë që duke punuar punëtorët, nëse punëdhënësi nuk i ka respektuar rregullat që dalin nga aktet pozitive që rregullojnë
veprimtarinë e tyre, ne gjithmonë do t'i gjejmë përgjegjës pa marrë parasysh nëse viktimat tërhiqen apo nuk qëndrojnë në bazë për shkak se është vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe jo sipas propozimit. A i trajnojnë punëtorët këto kompani, a hasni në këto certifikatat e trajnime që duhet mi pas këta për me pa dhe ata vetë se cili është rreziku edhe cilat janë masa që duhet mi marrë në sigurinë e shëndetit edhe mbrojtjes në vend pune? Në shumicën e rasteve në vend punishte të ndërtimit të lartë, me të vërtet Inspektorati i Punës në raportet e tyre ka gjetur se punëtorët nuk janë të trajnuar për punën që bëjnë. Andaj edhe ajo ka qenë një ndër shkeljet që ata janë gjetur përgjegjës. Por megjithatë në disa raste kemi arsyetimet e tyre që sapo ka filluar të punoj ose punon 5 ditë dhe pastaj punëtori i largohet, nëse trajnoj ato me humbën, për neve ato nuk janë relevante për trajtimin aspektit penal nga ana e prokurorit, nuk luajnë rol, andaj ne gjithmonë i gjejmë përgjegjës në momentin kur ata nuk i sigurojnë pajisjen mbrojtëse, nuk i trajnojnë për përdorimin e pajisjeve. Në të gjitha rastet ku ata nuk vendosin shenja të qarta, duke vendosur shenja të qarta ku tregohet mënyra e përdorimit të një makine ose parandalimit ose lajmërimet e rreziqeve që paraqiten ato për punëtorët në mënyrë që ata të ruhen më lehtë, duke e kuptuar rrezikun me anë të shenjave, që ato të gjitha i parashihen edhe ligjet. Andaj në këto raste ne gjithmonë i gjejmë përgjegjës, megjithse të gjithë punëtorët deklarohen se ne kemi qenë pakujdesshëm edhe mundohen gjithçysh personat juridikë të lirojnë kanë ndonjë përgjegjësi për lëndimin e tyre në punë. Po megjithatë, në çdo rast kur gjejmë që vetë punëtorët kanë qenë të pandërgjegjshëm gjatë punës së tyre dhe megjithse i kanë pas të gjitha paralajmërimet dhe të gjitha trajnimet dhe rregullat e vendosura nga punëdhënësi dhe nuk e kanë respektuar, ka shkuar në kundërshtim me detyrat e tij të punës, pa urdhër nga punëdhënësi ose menaxheri i vendit, atëherë megjithatë ne nuk i gjejmë përgjegjës personat përgjegjës dhe firmat, po mbetet si rast që ka qenë vetëlëndim. Një aksident në punë është çështje shumë serioze. Sipas ligjit, aksidentet duhet të hetohen deri në fund dhe për këtë arsye, prokuroria në Prizren ka kërkuar nga gjykata që ndaj të arrestuarit lidhur me ngjarjen tragjike të 26 vjeçarit të caktohet masa e paraburgimit. Gjykata e Prizrenit ka vendosur për kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar 30 ditë paraburgim për të dyshuarin. Për të sqaruar situatën e kemi telefonuar mbrojtësin e të dyshuarit të këtij rasti, avokatin Miftar Qelaj, i cili ka dhënë versionin e tij rreth ngjarjes. Fillimisht unë ndjej keqardhje dhe i shpreh guzhëllime të sinqerta familjes së dëmtuar. Pavarësisht unë kam rolin e avokatit në këtë rast dhe edhe unë si avokat më ka keq sepse ka qenë një ndër rastet shumë të rënda që ka ndodhur kohëve të fundit. Megjithatë, klienti im është në ditën kur ka ndodhur rasti, ka përjetuar shok, traumë, më thënë. I njëjti dy herë është paraqit në emergjensë, e ka marrë tretmanin mjekësor dhe nuk ka qenë në gjendje as të dhënat e tij personale me ja komuniku doktorëve atje, për shkak të shokit të rënd totalisht që e ka përjetuar, sepse në momentin kur ka ndodhur ky aksident, bashkë me viktimen në këtë rast, kanë qenë afër njëri tjetrit dhe në momentin kur ka ndodhur aksidenti, ai ka ndodhur para këmbëve të tij dhe e ka përjetuar në këtë rast. Nuk ka qenë gjendje emocionale as të dhënat e tij personale me deklaru, e lere më me deklaru diçka për rastin. Përfaqësuesi kompanisë që e ka çu betonin aty apo? Jo, këto dhëna janë gabimisht, edhe institucionet shtetërore janë referu gabimisht, për shkak se ky është punëtor i një kompanie e cila e ka furnizuar kompaninë me beton. Ky me kontroll punë është kranist, domethënë vozit krane. A është çaj krani që është kput edhe i ka ra atij punëtorit? Jo, gabimisht, krani nuk u kput asnjëherë. Na policia na ka dhënë video të cilën e kemi pa. Do të thonë, vend punishte ka pas edhe kamera të sigurisë, ku pasqyrohet ngjarja se si ka ardhur te ky aksident. Krani nuk është kaput, mirë po, si pasojë e dheut i cili ka qenë
tash nuk pe dim çka ka bosa, ka qenë një lagsht apo ka rshit dheu, njëra nga këmbët që sigurohet pajisja që pumpa e betonit, është për një moment ose për një çast ka sharrun dhe edhe vetëm ka lëviz pozicionin e saj. Ne kemi kërkuar të marrë një përgjigje nga investitorët në kompleksin e ndërtimit ku ka ndodhur ngjarja. Ata nuk kanë dashur të flasin për shkak të ngjarjes së rëndë që ka ndodhur. Këto janë pamjet e vendit ku ka ndodhur ngjarja tragjike. Shikues të nderuar, rasti i Prizrenit është në mesin e 10 rasteve penale që hetohet nga Prokuroria e Shtetit për aksidente të shëndetit dhe sigurisë në punë. Këto tragjedi do mund të shmangeshin në rast se bizneset që shkelin rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë raportohen me kohë në Inspektoratin e Punës. Për muaj më radh në platformën Kallëzo për raportimin e shkeljeve të rregullave dhe sigurisë së shëndetit në punë, pranuam denoncime për bizneset që i shkelin këto rregulla. Bashkë me këto raportime, ekipet tona vetëm gjatë muajve të fundit kanë ndjekur mbi 20 inspektime të inspektorëve të punës, të cilët kanë pasur përcak bizneset e ndërtimit. Në këto biznese janë konstatuar shkelje shumë serioze të rregullave dhe shëndetit të sigurisë në punë. Në pjesën e dytë të këtij emisioni do rrugtojmë në Podujev dhe Mitrovic për të ndjekur kontrollet e inspektorëve të punës në bizneset e ndërtimit. Në këto operacione, sërish kamerat tona dhe inspektorët kanë hasur në parregullsi shumë serioze. Të ndjekum reportazhin e parë nga Podujeva. Bizneset e ndërtimit janë listuar në mesin e shkaktarëve kryesor të aksidenteve në punë në vend. Raportet e Inspektoratit të Punës tregojnë se në këto biznese, një listë e gjatë standardeve të shëndetit dhe sigurisë në punë nuk respektohen dhe si rrjedhoj, punonësit janë të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze. Standardet e promovuara nga ligji për siguri dhe shëndet në punë kërkojnë që bizneset e ndërtimit të vendosin skela për mbrojtje nga rënja nga lartësitë, të vendosin masa mbrojtëse brenda objekteve dhe të pajisen punëtorët me mjete mbrojtëse. Standardet e tjera kërkojnë që punonjësit të kenë certifikata shëndetësore dhe të jenë të trajnuar për punët të cilat i zhvillojnë. Të njohura nga të gjithë, këto standarde injorohen nga një pjesë e madhe e bizneseve të cilat neglizhojnë sigurinë dhe shëndetin në punë. Inspektorati i Punës është mekanizmi kryesor përgjegjës i thirrur për të vendosur rregulle në zbatimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në hartën e bizneseve të ndërtimit, inspektorët në një mëngjes kanë identifikuar disa biznese të ndërtimit në zonën e Podujevës. Inspektori Bajram Berisha drejton një operacion kontrollit i cili do të ketë sakt një biznes ndërtimi. Qëllimi i inspektimit janë masat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Tani kemi informata se në këtë hapësirë ndodhet një objekt, një subjekt i cili nuk ka masat të sigurisë dhe shëndetit në punë, të cilën do të shkojmë do ta vizitojmë. Kontrollet nga Inspektorati i Punës janë obligative dhe bizneset nuk mund të refuzojnë bashkëpunimin me inspektoratin. Sipas rregullave, në rastet kur bizneset refuzojnë të krijojnë qasje inspektorëve në zonë, mund të ftohen edhe organet e rendit. Në kontaktin e parë, Inspektori Berisha nuk pengohet nga zyrtarët e biznesit. Ata japin qasje të lehtë për ekipin e tij. Puna marë? Hajni lodh, hajni mirë. Çka keni punë? Deri unë jem në inspektim për siguri dhe shëndet punë për Inspektoratit Punës. A ka mundësi me na dhënë letë njoftimat? Kësa here na dalë veç për siguri dhe shëndet punë, masat sigurisë trajnimet. Okej, apo na sjell? Okej, në rregull. Ne amnin be amnin na do të shtasht. Ne amnin be amnin. Kurem. Po që identifikoj, merë amnin be amnin. Procedurat e kontrollet në një biznes të ndërtimit nisin me identifikimin e përgjegjësve. Legjitimimi dhe marrja letër njoftimeve bëhet me qëllim që të identifikohen përgjegjësit. Pas legjitimimit, kontrollet nisin në hapësirat e punës. Në minutat e parë të inspektimit, zyrtarëve të shtetit u konfirmohen informacionet. Biznesi nuk ka respektuar rregullat e parapara në standardet për siguri dhe shëndetin në punë.
Po shihet çdo vend punishja s'është e pastrume, s'ka shkallë sigurta për me hy punëtori. Hapësirat deri tash çka po shihen janë të hapura. Shkallët janë pa parmak profesional. A veç tu i ta thrasin udhëhecin a kus është edhe... A? Okej. Kësash veç për njoftoj edhe kolegë këtu, punimet janë ndalume. Në kontrollën e një biznesi të ndërtimit, inspektorët gjejnë parregullsi serioze. Në minutat e parë të kontrollit, inspektorët konstatojnë hapësira të pambrojtura dhe zonë të rrezikshme për punime në ndërtimtari. Për të parandaluar çdo problem të mundshëm, në nisje të kontrollit inspektori nxjerr një vendim radikal për biznesin. Të gjithë punëtorët të largohen nga vend punishtja e cila do të mbyllet me urdhër të inspektorit. Kjo procedurë zhvillohet për të parandaluar çdo aksident të mundshëm edhe gjatë inspektimit. Pas urdhërit për mbylljen e vend punishtes, inspektorët vazhdojnë të konstatojnë problemet e radhës. Që këto masat bazike për sigurisht dhe shëndet punë mungojnë. Edhe ajo shkallë nuk është e sigurt për zhvillimin e punëve. Hajnë e lodhë? Jo, jo. Si e aje mirë? A e lodhë? A që të shkallë për bëni poshta? Që do në pas kanë cilë, që të që do të përdorëm. Po, a? Që kjo kur farë sigurie s'ka, që ato drasat nëse s'kanë hekër poshte, kur gjë, edhe nëse i kanë të hekurat janë dvogël. A ka ma një arznal? Jo, na ka të këmë të dy në. Okej, a me apë një emnat të ledhe nëftimet? Nëftimi është ma korrekt. Nuk ka problem, sot jem dalën veç për sigurinë dhe shëndetin punë. A keni trajnime, jo? Po, kena kryje. Falem që punimet janë ndalume, tash të bojna vendimin për dalin për kashëpëringe, për shkak masave të sigurisë punës. Po, qëto hypen, jo, që masën, qëto e ka veç pak, qëre që të ka vëllë, qëre masën, kjo krejt e kaltë është. Në kontrollin bazik të biznesit të ndërtimit, inspektorët konstatojnë se punët nuk guxojnë të vazhdojnë. Pasi janë larguar punëtorët nga vend punishtja, inspektorët e dokumentojnë çdo shkelje në raportin e tyre mbi inspektimin. Ky raport është një bazë për ndëshkim të bizneseve që shkelin rregullat dhe shërben si bazë për nxjerrjen e vendimit me shkrim për mbylljen e vend punishteve. Sipas rregullave, kompanitë të ndërtimit pas inspektimit kanë të drejtë të ndërmarrin masa për përmirësimin e situatës në vend punishte. Borem, kur farmasë në altë s'ka? Bëni foto. Jo, la po i pi krejt. Jo, po ja kështë kontrole ka dalë. Bëni foto komplet dhe shënë të barë mire, ma. Ha? Po. A ka qanina shkalla me zbrita jo? A veç që kënina janë? Që sa po në mbes në tërtim të ri? A jenë sigurta që sa ka për shkeljon? Po me shtyllajnë poshtë. Ha? Po me shtyllajnë poshtë. Po, më thyjnë e një, monat me më qu. Pej sa ka ndodhër. Po, jo, po dy pe. Me gjithë në ndodhër në shala kërës dërë. Okej. Hadi zbret poshtë. Qësh po shihet to asë një masë për siguri dhe shëndet. Siguri s'ka, hapësirat e hapura janë të hapura, s'janë mbyllur na heq, kur farmacës s'ka marrë. Me vetë faktin edhe kjo zbrasti duhet me konë në mbyllur, me parmak profesional. Fal, a pek edhe qatë shkallë me qatë ytë krejt? Qatë shkallë edhe bërim, mere qatë shkallën qatë poshtë krejt. Qëra masa për sigurisë ka, tja e punë kryqja e investitore.
Ha? Një skele, qëto shkallë? Ha? I merë masa, ta bëjnë raportin, ta bëjnë vendimin, ta lejnë afatin për prezentim dokumenta. Kur ti marrësh masat krejt, e bën kërkesën për shfrytëzim të vendimit për ndalim për koshën punime, vi me kontrolloj, me verifikojmë që ata është mirë ajo. Pasi kanë dhënë udhëzime se cilat masa duhet të rregullohen për të dhënë lejen për vazhdimin e punimeve, inspektorët vazhdojnë me kontrollimin e çështjeve të tjera të ligjit të punës. Sipas ligjit, të gjithë punëtorët duhet të jenë me kontratat të punës dhe të pajisur me certifikatat shëndetësore. Inspektorët në vendin e punës gjejnë 6 punëtor. Atyre do u kontrollohen të gjitha dokumentacionet për të verifikuar nëse janë në rregull me procedurat ligjore. Certifikata për trajnim për sigurisë të punë, certifikatat e mjekut të punës, listën për pajisje përveçse personale, certifikatat e një personit ose të... Ja. Tash këto çka po i thonë në shkruan raport. Çka s'është të shkruar me këto më se berë. Gjatë inspektimit dhe këtë vend punishte, në vend punishte janë hasur 6 punonjës, të cilët janë identifikuar dhe për të cilën do të kërkohen dokumentet të cilat janë të nevojshme për sigurinë e shëndetit punës, si certifikatat pajisje, certifikatat mjekësore të punës, pajisje të mbrojtje personale, trajnimi nga siguria dhe shëndetin punë. Ndërsa sa i përket gjendjes në vend punishte, në këtë vend punishte mungonte përkufizimi i objektit me skele, në katin e dytë aty ku ishin duke zhvilluar punimet, kishte hapësira të hapura të shkallëve dhe të liftit, si dhe në pjesën ku është kryer puna e vrasht, aty ishten hapësira të hapura, gjë të cilën punëkryesi dhe investitori janë të obliguar të mbyllen hapësirat. Në rastin konkret, pas evidentimit dhe konstatimit të parregullësive në vend punishte, ne kemi bërë një raport zyrtar, si dhe një vendim për dalimin e përkohshëm të punimeve, si dhe kemi lënë një afat deri në javën tjetër për prezantimin e dokumentave, ndërsa me rastin e eliminimit të parregullësive të konstatuara tani në vend punishte, investitori dhe punëkryesi do të paraqesin kërkesë pranë Inspektoratit Qendror të Punës, ku inspektorët e rastit do të dalin në vend punishte, do të konstatojnë eliminimin e parregullësive dhe në këtë rast do të bëjnë shfuqizimin e vendimit për ndalim të përkohshëm të punimeve. Biznesi do të qëndrojë mbyllur deri në sanimin e vërejtjeve të dhëna nga inspektori dhe, gjatë inspektimit të thellë, inspektorët do të kontrollojnë edhe rregullsinë e kontratave të punës dhe rregullave të tjera sipas ligjit të punës. Shikues të nderuar, kemi ndjekur inspektimet në zonën e Podujevës. Aty inspektorët konstatuan shkelje shumë serioze të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Gjatë muajve të kaluar, ekipet tona kanë ndjekur edhe një operacion tjetër të Inspektoratit të Punës në zonën e Mitrovicës. Edhe atje kontrollet e Inspektoratit të Punës kishin përcak bizneset e ndërtimit. Informacionet e grumbulluara nga raportimet e qytetarëve dhe analizat në terren e nxjerrin Inspektoratin e Punës në një kontroll të jashtëzakonshëm në bizneset e ndërtimit në zonën e Mitrovicës së Jugut. Mbi bazën e një analize paraprake, bizneset e ndërtimit të kësaj zone janë evidentuar si shkelësit më të mëdhenj të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Tradicionalisht, këto biznese njihen për neglizhimin e vendosjes së skeleve, rrethojave mbrojtëse brenda objekteve, si dhe sigurisë personale të punëtorëve. Në rregullat e sigurisë personale për punëtorët e ndërtimit, kompanitë kanë për obligim të pajisin punëtorët me helmeta, doreza, çizme të veçanta për ndërtimtari, litar sigurues dhe rroba të përshtatshme për punë. Këto rregulla në vazhdimsi janë konstatuar se shkelen nga bizneset e ndërtimit. Sipas planit, 2 inspektorë të punës nisen drejt kantiereve të ndërtimit për të verifikuar nëse këto rregulla po zbatohen. Sot do të vazhdojmë aksionin në sektorin e ndërtimtarisë në rajonin e Mitrovicës me fokus të veçantë rritjen e efikasitetit lidhur me sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve në vendin e tyre të punës. Dje ishim të angazhuar në disa rajone tjera të Kosovës, ku sot po ashtu paralelisht janë edhe në rajonin e Mitrovicës. Në rajonin e Mitrovicës janë të caktuara 5 ekipe në total prej 10 inspektorëve, të cilët janë të caktuar në komuna të ndryshme, në Skënderaj, Vushtrë dhe Mitrovicë. Kjo situatë apo ky angazhim do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim, gjatë muajve po dhe gjatë gjithë vitit. Inspektimi i biznesit nis që nga hyrja. Inspektorët në minutat e parë nisin të kontrollojnë nëse kompania po zbaton standardet e sigurisë, përfshirë shënjezimet dhe vendosjen e skeleve mbrojtëse. Para tyre shfaqet një e vërtetë e hidhur. Standardet që ishte supozuar se po shkelen nga biznesi, konstatohen nga gjendja në terren. Biznesi ka neglizhuar rregullat e sigurisë dhe shëndetit dhe shkeljet konstatohen që në hyrjen e vendpunishtes. Shëndetje, a jeni mirë? Jemi prej inspektoriatit punës, unë jam Arlinda Bashulli, inspektore punës. Dita Sjene, a jeni mirë? Për informimin e juj, kemi ardhë me bani inspektim të rregullt, planifikum nga organet e shtetit. Ta shohim pak se keni gjendje në aktuale në objektin e juj. Fillimisht, t'ju informojmë se këto janë shkallë nuk janë me parmak adekuat, këto janë lëvizëse dhe mund të shkaktojnë aksident, sidomos në premjen e fillimit këtu të armaturës. Po ashtu shihen edhe këto pjesë të cilët mund të dëmtojnë, janë zhilete të cilët mund të shkaktojnë ndonjë dëm ose premje gjatë udhës duke punuar. A keni personin përgjegjës për siguri dhe shëndet në punë që mbikëqyr qëtë objekt punën, apo ju jeni koordinatore ose që... Jo menaxhere këto. Po, neve na duhet dikush i sigurisë dhe shëndetit të punës, ose investitori ose punëkryesi, që mundet me na prezentu që se keni gjendje në këtë objekt. Po që ka thirrje dhe punë kryesë, si që peshini, edhe shkallët janë të pambrojtura. Gjatë lëvizjeve të punëtorëve mund të shkaktojnë vdekje, lëndim, ndonjë aksident. Një biznes i ndërtimit në zonën e Mitrovicës është cak i kontrollet të inspektoratit të punës. Në minutat e para, inspektorët kanë konstatuar shkeljet e para të rregullave dhe sigurisë së shëndetit në punë. Pas konstatimit verbal të shkeljeve, inspektorët vazhdojnë me dokumentimin e secilës shkelje me fotografi dhe me proces verbalin e kontrollit. Kjo pjesë quhet kafazët e liftit. Në këtë pjesë po vrehet që nuk ka masa mbrojtëse. Do me thonë janë të vendosura vetëm disa
drosa që janë lëvizëse dhe mund të shkaktojnë rrëzimin nga lartësia. Jemi pra në katin e 7, po vazhdojmë deri në pjesën e lartë. Ta shiqojmë për momentin s'ka punëtorë që janë duke punuar, por ne do të vazhdojmë ta shohim si është gjendja në këtë objekt. Lista shkeljeve të biznesit vazhdon të shtohet në çdo hap ku inspektorët kalojnë. Inspektorët vazhdojnë të hasin në parregullsi të tjera që rrezikojnë sigurinë e punëtorëve gjatë punës. Këtëherë, ata ndalen tek një vend që vendosur në zonën e ashensorit, për të cilin kërkojnë dokumentacion dhe testim teknik. Në këtë pjesë është i vendosur një venç i cili shërben për bartjen materialit të ndërtimor. Është i vendosur në pjesën e ashensorit, që do me thonë, ne do të kërkojmë atestin e këtij lloji vinçi, ta konstatojmë sa është në rregull. Nëse paraqet rrezik për jetën e punëtorëve dhe pse është e vendosur në këtë pjesë. Në ecën tutje në vend punishte, inspektorët konstatojnë edhe lëshime të tjera në zbatimin e masave të sigurisë, duke vlerësuar se kushtet në disa pjesë nuk garantonin mbrojtje të mjaftueshme për punëtorët. Po ashtu edhe veni i Ogjakut është i hapur, i cili duhet të jetë i mbyllur. Të njëjtat janë në çdo cep të ndërtesës, do me thonë, këto janë të vendosura Ogjaku dhe këto janë të hapura. Është një hapësirë e hapur, e cila nuk ka masa preventive mbrojtëse, po ashtu objekti është pa shënjezim në çdo pjesë që e kemi vizituar. Prej fillimit të katit nuk ka shënjezime në asnjë vend. Objektin nga brapa janë të vendosura skelet. Në këtë pjesë është pak e hapur, zakonisht skelet vendosen në një largësi deri në 28 cm. Çka është më larg se objekti, do me thonë ajo mundet me shkaktu aksident në vendin e punës. Për ta konstatuar sakt përgjegjësinë do ta bëjë kompania e cila ka bërë vlerësimin e vendosjes së skeleve, sa a janë të sigurta skelet në këtë rast. Një listë e gjatë me shkelje të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë dokumentohet në inspektimet në biznesin e ndërtimit. Pas evidentimit të këtyre shkeljeve, Inspektorati i Punës vendos të ndërhyjë me njëherë. Me shirje të verdhë dhe në bazë të ligjit, inspektorët ndalojnë punimet deri në përmirësimin e kushteve, që mos të paraqesin rrezik për punëtorët.
Kjo është hapësirë e hapur, me të cilën do ta kërkojmë konfirmitetin e skeljeve. Pse janë të hapura? Një prej rreziqeve është edhe kjo pjesë. Baskijat, për shembull, që të gjendje nuk bën me qenë. Për momentin unë i kam patikat e punës që nuk më rrezikojnë, por nuk është mirë. Unë sot i nali punimet, jo nuk vazhdoni me betonim. Në momentin që nalën punimet me vendim, nuk i drejt me punu. Pa marrjen e masave të përgjithshme, nuk do të vazhdosh punën. Që edhe këtë pjesën këtu e ka pas skilje. Pasi që përfundum vizitën në objektin e ndërtimit, do me thane krytëm inspektimin, ne do ta përpilojmë një raport zyrtar edhe po ashtu do të shohet edhe vendimi për ndalimin e punimeve. Para prakisht edhe ju njoftova pse arsyeja është, masat e përgjithshme nuk janë të ndërmarra në këtë objekt. Biznesi inspektuar në Mitrovic do të jetë mbyllur deri në momentin kur të gjitha konstatimet e inspektorëve të punës do të sanohen. Sipas rregullave, bizneset mund të angazhojnë një ekip të veçantë teknik, i cili do të sanojë të gjitha parregullsitë evidentuara nga inspektorët e punës. Ligji parashet që biznesi do i kërkojë inspektoratit të punës një vizitë të re për të kontrolluar nëse shkeljet janë evidentuar për të mundësuar pastaj rihapjen e kantierit të ndërtimit. Sa po përfunduam raportin zyrtar në objektin të cilën e kemi inspektuar. Ju falenderojmë edhe një herë punëkryesit dhe investitorit të cilët kanë bashkëpunuar dhe kemi hasur në mirë kuptim. Shikues të nderuar, kemi mbyllur këtë javë edhe me një punëtor të vdekur në vendin e punës. Siguria dhe shëndeti në punë mund të përmirësohen vetëm duke investuar dhe respektuar rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Të gjithë ju që keni informacione për shkeljen e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë, ju los të futeni në platformën për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve në kallzo.com dhe aty duke raportuar të ndihmoni në krijimin e këtij rregulli. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.